13 mars 1881 u vra në një atentat Cari i Rusisë Aleksandri II. Ai ishte perandori i Rusisë nga 2 mars 1855 deri në vrasjen e tij më 13 mars 1881. Aleksandri II u vra ndërsa u kthye në pallatin e Dimrit, brenda një karroce të mbyllur. Vrasja ishte planifikuar nga komiteti ekzekutiv. Drejt eskortës së tij u hodhën 2 bomba, shpërthimi i të cilave i morën jetën. 13 mars 1965 ndërroi jetë në Florida, në moshën 83 vjeçare, Fanoli. Fanoli ishte një shkrimtar, studiues, diplomat, politikan, historian, orator dhe themelues i Kishës Ortodokse të Shqipërisë, i cili shërbeu si kryeministër dhe regjent i Shqipërisë në 1924 gjatë revolucionit të qershorit. Noli u vendos përgjithmonë në SBA në vitet 1930, duke marrë në shtetësinë dhe duke rënë dakord për t'i dhënë fund përfshirjes së tij politike. 13 mars 2013, konklava papale zgjodhi Papa Franceskun si papën e 266 të Kishës Katolike. Papa Francesku është kreu i Kishës Katolike dhe sovran i shtetit dhe qytetit të Vatikanit. Francesku është papa i parë i jezuit, i pari nga Amerika, i pari nga hemisfera jugore dhe papa i parë nga jashtë Evropës, që nga Siriani Gregori III, i cili mbretëroi në shekullin e 8.